Benita qëndron në qoshën e oborrit, pak e tensionuar, ndërsa kushtrimi i afrohet me atë buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ajo merr një frym të thellë dhe, me një ton pak të prerë, i thot: "Unë dikur të pëlqeja, po ta them sinqerisht. Por tani, jo më. Kam ndryshuar mendim." Ajo e thot këtë me një lloj krenarie, sikur dëshiron të tregojë se nuk i intereson më si më parë. Por kushtrimi nuk e merr seriozisht dramën e saj. Ai buzëqesh akoma më shumë, i afrohet edhe më pranë, duke e parë drejt në sy me një shprehje të qetë, thuajse lozonjare. Thot ai me një të qeshur të lehtë, "Po pse jo më? Çfarë ndryshoi? Hajde, pëlqeje prapë. S'ka asgjë të keqe." Benita ngrit vetullat, sikur po përpiqet të ruajë seriozitetin e saj, por nga mënyra si i ndritin syt duket që fjalët e kushtrimit e kanë lëkundur pak. Ajo kthen kokën në anë sikur s'do ta tregoj, por qesh lehtë, e pavetdijshme. "Jo more, mos u bëj qesharak", thot Benita duke u përpjekur të qëndrojë e ftohtë. "Tani nuk më pëlqen më. Ka kaluar ajo punë." Kushtrimi tund kokën ngadalë, si të donte ta ngacmonte edhe më shumë. "Mua më duket që nuk ka kaluar aq shumë sa thua", i thot ai. "Nuk je aq e bindur sa po përpiqesh të dukesh." Benita e shikon sikur do të thotë diçka për të mbrojtur, por fjalët nuk i dalin. Ajo bën sikur largohet. Pastaj kthehet prapë dhe i hedh një vështrim të shpejtë, të cilin përpiqet ta fshehë. Kushtrimi qesh përsëri, i kënaqur që arriti ta trazojë, dhe atmosfera mes tyre mbetet e çuditshme, një përzierje mes shakaje, simpatie dhe fjalëve të pathëna që asnjëri s'po i pranon plotësisht.